Marrëveshja midis Shqipërisë dhe Greqisë për kërkimin dhe nxjerrjen e ishtrave të ushtarëve grek të rënë në territorin e Republikës së Shqipërisë gjatë luftës italo-greke ka shkaktuar reagimet në qytetin e Korçës. Qytetarë të shumtë dhe veteranë lufte shprehen se pretendimet e shtetit fqin janë të pabaza. Ata thonë se kjo marrëveshje midis së dy shteteve po rikthen edhe një herë në vëmendje romanin e Ismail Kadares, generali i ushtrisë së vdekur. Nuk ka vare në masiv greke siç pretendojnë ata. Kjo është një pretendim i kot i Greqisë. Që kjo e vërteton atë që kërkon ai që thot ai generali i ushtrisë vdekur. Tu në Korçë s'ka vare greke. Asë njerës në kare në vesh nga një personi moshuar që kanë përjetuar jetën e luftës, nuk në kanë thënë që këtu vra një grek. E bazoj se unë jam 8 vjetë burrë dhe e di mirë luftën që u bë me italo-grekun. Në rrethin e Korçës janë përcaktuar rreth 31 koordinata për zhvarrimin e ushtarëve grek të rënë në fund të luftës së dytë botërore, konkretisht për 18 zona të komunës së Drenov, në komunën Pojan, Voskopoj, Pirg, Gorë dhe Liçenas.